Derisa po flasim për origjinën e një plagë së braktisjes, me siguri ka persona që po na shikojnë edhe thonë, po mirë pyete se si me shëru veten, sepse ndoshta po kalojnë nëpër një proces të tillë, ndoshta nuk kanë ditë me identifiku dhe okay, kjo është reflektimi që po e bajnë nga ajo çka po shpjegon ti, a shërohet, a ka mundësi kjo me u liru, me dal prej krahërorit edhe me jetu lirshëm prej kësaj ndjenje? Shiko, kjo pyetje ka përgjigje shumë dimensionale. Për shembull, varësisht se në cilën pjesë po dëshiroj me u kap. Për shembull, nëse po flasim për një person që po flet një individ për përvojën e tij, pra jashta familjes, jashta të tjerëve, atëherë normalisht që gjithmonë thirrja jam është që me u trajtu në aspektin terapeutik. Pra, me njoft veten dhe gradualisht me punu me gjendjet emocionale dhe se si me arrit me i ekuilibru ose me i menaxhu ato. Pra, ideja e kësaj frike ose këtyne shpërthimeve që mundet me na ndodh her pas here, qoftë edhe prej ngjarjeve që na i ndëgjojmë prej të tjerëve ose në televizion ose diçka, këto janë të natyrshme. Pra, fakti që na kemi humb dikën ose kemi një frikë të tillë, do thotë kjo nuk kam na bo ma pak emocional nëse ne e trajtojmë, jo, kjo vetëm kam me na ndihmu që na qatë anë, qatë pjesë që po e mohojmë dhe neve po na shpërthen, me pranu edhe me pasit natyrshme, me inkuadru jetën tonë, me pasi është diçka normale nëse na qajmë, nëse na mërzitemi, pse? Sepse ka të bëjmë me një person që na e kemi dashur, ose me një person për cilit na asnjëherë s'kem mujt me arrit me marrë dashurinë që kem pas nevojë. Dhe kjo është mëse normale me përjetu. Mirë po nëse ne i mohojmë që to gjendja emocionale, i shtypim, i ndrydhim, atëherë ato kanë me eksplodu ose kanë me shpërthy në momentet edhe kur ne nuk jemi të gatshëm ose ne nuk dëshirojmë që me ndodhë që ajo. Kështu që për këta persona për shembull është mirë se ardhur të thotë që me eksploru veten e tyre në procese terapeutike, normalisht këto janë procese pak gjata, nuk janë një javë ose 2 javë. Ajo është proces sepse aq kohë sa ke kalu ti këto përjetime, normalisht ndoshta aq kohë don edhe pak a shumë që me i trajtu ose me arrit gradualisht që me arrit deri tek ajo pika që ti me rehabilituat anën tonë emocionale në një farë mënyrë që me u ndi ma rehat edhe me u ndi ma okej. Mirë po nëse flasim për prindrit, atëherë për prindrit kish me qenë gjithmonë ajo këshilla ose rekomandimi që me qenë sa më të kujdesshëm për fëmijët e tyre. Normalisht e potencoj gjithmonë sepse është e nevojshëm, ne nuk po kërkojmë prind perfekt, sepse prind perfekt nuk ka. Edhe po nuk deshem na kemi me bë gabime, nëse të kujtohet, ndoshta në atë intervistën tjetër e kam treguar storyen e shkurtër, do thot me atë djalin që do thot pavarësisht se çka bën ti, prapë në fund diçka ke shkaktu. Mirë po të mundohem sa më shumë me majt ekuilibrin, do thot që mos t'i lëmë anash ose të mundohem ndoshta edhe me punu me veten, sepse shpeshherë si rezultati i mos punës me veten që ato shpërthimet që i kemi na ato ndikojnë tek fëmia, ndoshta fëmia nuk ka faj kur gjë, ato shpërthimet ose si më thon ato vështirësitë ose konfliktet i kam ndoshta me veten ose me dikon tjetër dhe ato të adresohen tek fëmia, kjo kish me qenë shumë e dhëmshme. Kështu që në këtë pjesë të jemi të kujdesshëm, do thotë sepse ne nuk e dimë se çfarë dëmi të madh mundem me bë tek fëmia dhe këta fëmijë pastaj do thotë vetëm se kanë më shku duke trash më shumë këtë pjesën e kësaj plage.